Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hithra, sekreti që shëron dhimbjet e kockave për gjithmonë, ja si ta përdorni. Dhimbjet nga kjo sëmundje vijnë për shkak të problemeve të ndryshme shëndetësore duke i lënë personat në agoni dhe vuajtje. Dhimbjet e kyçeve trajtohen me disa receta mjekësore dhe një prej më të mirave është ajo e përgatitur nga Hithra. Kjo bimë është vërtet shumë efikase në lehtësimin e problemeve të dhimbjeve. Ajo lehtëson inflamacionin në organizëm, pakson entjen dhe largon dhimbjen. Një nga mënyrat më të mira për të përfituar nga këto vlera është çaji i Hithrës së freskët ose asaj të thatë. Lëngu i Hithrës përmban shumë minerale të shëndetshme përfshirë kalcium, magnezium dhe hekur. Kjo e bën këtë lëng të jashtëzakonshëm për njerëzit që vuajnë nga anemia, por edhe për parandalimin e sëmundjeve që gërryejnë në kockat me kalimin e moshës. Për këtë lëng ju nevojitet 1 filxhan çaji me hithra të freskëta dhe 2 filxhan e lëng me ujë. Mbani doreza gjatë pastrimit të hithrave dhe i lani ato me ujë të bollshëm. Më pas hidheni në tenxhere dhe e lini të marrë një val. Uleni zjarrin dhe e lini të zjejë për pak kohë. Menjherë më pas e kulloni lëngun dhe e konsumoni. Shtoni mjalt nëse dëshironi. Lëng nga gjethet e thata të hithrave. Merrni një lugë çaji me gjethet e thata të hithrave dhe e hidhni në një çajnik me rreth 2 gota ujë. E zjeni për rreth 10 minuta. Pasi ta kulloni lëngun, shtoni mjaltin për ta ëmbëlsuar me pak kanellë dhe ndihmon kundër inflamacioneve. Lëngu duhet të pihet i ngrohtë. Mund të pini 1 ose 2 gota në ditë për sa kohë të ndjeni veten më mirë. Lëngu i hithrave është me të vërtetë i fortë dhe ka efekte të menjëhershme në organizëm për shkak të flavonoideve, karotenoideve, vitaminave dhe mineraleve që përmban. Hithra është veçanërisht e pasur me kalcium dhe magnez, madje më shumë se barishtet dhe zarzavatet e tjera. Flavonoidet dhe karotenoidet që gjenden tek lëngu i hithrës së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C japin kësaj pije efikase edhe një fuqizim për sistemin imunitar. Aplikimet e ndryshme të hithrës janë po aq efikase, madje edhe më të drejtpërdrejta, por gjithmonë sugjerohet të pini lëngun e hithrës për të përfituar më shumë nga vlerat e saj, të cilat do të ndihmojnë organizmin edhe në një sër komplikacionesh. Hithra është një bimë shumë e shëndetshme për të përfshirë në dietën tuaj. Për shkak të benefiteve të larta ushqyese që ajo përmban, do të kthehet në një aleat të çmuar për mbrojtjen e organizmit. Hithra mund të gjendet kudo, sidomos edhe gjatë kësaj periudhe, ku vlerat e saj do të jenë më të larta për shkak edhe të freskisë që ajo bart. Hithra është një bimë barishtore e cila mund të përdoret në dobi të organizmit kundër komplikacioneve të kyçeve, imunitetit, gjithashtu edhe mund të konsumohet ashtu siç është në gatesa të ndryshme, si për shembull edhe në formën e byrekut, por ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e lëngut të hithrës si një zgjidhje natyrale për të rritur përfitimet të trupit dhe për të parandaluar komplikacionet e tij. Hithra është e njohur edhe si urtia dionika, që në latinisht dhe ka një trashëgimi të pasur bimore. Hithra ka qenë e përdorur si një diuretik që në kohët e mesjetës në Europë. Një filxhan çaj me hithra ose ujë hithrës përmban vitaminën A, B, K, riboflavin, niacin, folat, karbohidrate yndyrna dhe proteina. Ai është gjithashtu i pasur me minerale si kalcium, kalium, fosfor, mangan, zink, bakër dhe magnez. Ju mund të përgatisni lëngun e hithrës duke vluar disa gjethe hitër në ujë. Mund t'i shtoni një lugë mjalt për ta ëmbëlsuar. Ja disa nga vetit ushqyese dhe medicinale të hithrës. Parandalon formimin e gurve në veshka dhe problemet të traktit urinar. Lëngu i hithrës është një diuretik natyror që lejon rrjedhjen e dur të lëngjeve nga veshka dhe fshikza, duke parandaluar kështu formimin e gurve në veshka. Ai mund të trajtojë infeksionet të traktit urinar. Lehtëson dhimbjet e gjymtyrëve dhe të muskujve. Hithra ka qenë e përdorur që në kohët e lashta për trajtimin e artritit. Ka veti antiinflamatore dhe redukton dhimbjet e muskujve gjithashtu. Kuron ekzemën dhe sëmundjet e tjera të lëkurës. Për shkak të vetive antibakteriale që ka, lëngu i hithrës ndihmon në eliminimin e toksinave nga trupi dhe kuron sëmundjet dhe irritimet të tjera të lëkurës.
Parandalon dhe shëron alergjinë. Lëngu i ithërës mund të lehtësojë alergjinë që ndodh për shkak të ndryshimeve sezonale si kruajtja, iritime ose të shtima. Është një tonik i mirë për femrat. Lëngu i ithërës është i pasur me hekur dhe ndihmon në luftimin e anemisë. Grashtatzanat duhet të përdorin lëngun e ithërës për të parandaluar problemet e tyre. Gjithashtu, është i mirë edhe për tretjen. Pini lëng hithre në mënyrë që të parandaloni dispepsinë të vjellat, kolitin, parazitët dhe problemet të tjera të traktit tretës. Ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit në trup. Hithra përmban beta-sitosterol. Ky përbërës ndihmon në thithjen e kolesterolit të keq dhe siguron një zemër të shëndetshme. Hithrat ndihmojnë në ruajtjen e strukturës së duhur të qelizave. Hithra është e pasur me flavonoide si quercetin, i cili është një antioksidant i fuqishëm. Lëngu i ithërës ndihmon në mbrojtjen e ADN-s. Parandalon diabetin dhe presionin e lartë të gjakut. Lëngu i ithërës do të ulë nivelin e sheqerit dhe glicemisë në gjak. Ka veti diuretike të cilat ndihmojnë në mbajtjen e presionit të gjakut në nivele të duhura. Redukton gjithashtu edhe probleme të ndryshme siç janë edhe ato orale. Përdoreni lëngun e ithërës në formë gargare në mënyrë që të pastroni gojën nga bakteriet e dëmshme që çojnë në prishjen e dhëmbëve dhe erën e keqe të gojës. Por sipas ekspertëve të Healthline, përpara përdorimit të saj, duhet të keni parasysh disa hapa dhe të mos e përdorni në këto raste. Personat që kanë probleme me stomakun, grashtatzanat dhe fëmijët duhet të konsultojnë me mjekun përpara se të përdorin lëngun e ithërës si një bimë medicinale. Jo të gjithë organizmat reagojnë në mënyrë të njëjtë, dhe nëse merrni medikamente të caktuara si fillim, hithrën mund ta përdorni në doza të vogla dhe përpara përdorimit të saj, gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet e mundshme. Hithra është një bimë e egër që përdoret rregullisht në vendin tonë. Lëngu i ithërës ndoshta nuk futet në listën e zgjedhjeve të preferuara të çajrave për shumë konsumatorë. Megjithatë, ky lëng është i shijshëm dhe plot me vlera sepse arrin të ulë dhimbjet, qetëson alergjinë, përmirëson sistemin imunitar dhe mbron shëndetin e zemrës. Po ashtu ai përmirëson tretjen, largon inflamacionin dhe shëron problemet me lëkurën. Hithra është një bimë e egër që përdoret rregullisht në vendin tonë. Prej mira vitesh me radhë, hithra është përdorur gjërësisht jo vetëm si burim ushqimor, por edhe në mjekësinë bimore. Nëse hithra përdoret si burim ushqimor, duhet të dini se është e pasur me proteina njësoj se spinaqi. Hithra mund të thahet dhe të përdoret në çajra. Lulet e bimës së hithres përdoren kryesisht në përgatitjen e çajit. Çaji i hithres është i fortë dhe ka efekte të menjëhershme në organizëm për shkak të flavonoideve, karotenoideve, vitaminave dhe mineraleve. Hithra është veçanërisht e pasur me kalcium, magnez, madjen më shumë se barishte dhe zarzavatet e tjera. Këto ushqyes merren direkt nëpërmjet çajit të hithërës që është shumë i kërkuar në mbar botën. Disa prej vlerave befasuese të hithërës do t'i rendisim në këtë video. Vlera shëndetësore sipas Healthline janë ato edhe për shëndetin e veshkave. Vlen të përmendet se lëngu i hithërës ka një element të mirë për shëndetin e veshkave. Ky lëng ka efekte diuretike dhe ndihmon në stimulimin e urinimit të shpeshtë dhe të shëndetshëm. Lëngu i hithërës përmirëson edhe shëndetin e prostatës dhe parandalon zhvillimin e gurëve në veshka. Forcon sistemin imunitar. Flavonoide dhe karotenoide që gjenden te çaji i hithërës së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C japin kësaj pije efikasitet të plotë në lidhje me fuqizimin e sistemit imunitar. Përmirëson gjithashtu shëndetin e zemrës. Shkencëtarët kanë zbuluar një lidhje të drejtë mes konsumit të rregullt të hithërës dhe uljes së tensionit të gjakut. Përbërësit antiinflamatorë si dhe kaliumi ndihmon në uljen e presionit të arterieve dhe në enët të gjakut. Në këtë mënyrë ato përmirësojnë qarkullimin, fluksin e oksigjenit në çdo pjesë të organizmit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.